View Infinity S7 apo Smart Monitor M7. Prej kohësh jam në kërkim të një monitori 32 inch për zyrën e re dhe sot jam gati t'i testoj. Të dyja modelet kanë ekran UHD dhe dizajn elegant, por secili vjen me karakteristika të veçanta që i përshtatet stileve të ndryshme të përdorimit. View Infinity S7 është krijuar për ata që duan precizion dhe ngjyra të sakta, me rezolucion 4K UHD, mbështetje HDR10 dhe mbi 1 miliard ngjyra, është perfekt për punë kreative, dizajn grafik dhe për të parë përmbajtje me cilësi të lartë. Teknologjia Intelligent Eye Care mbron sy gjatë përdorimit të gjatë, ndërsa mbështetja Easy Setup e bën shumë të lehtë montimin pa mjete shtesë. Smart Monitor M7 është për ata që duan gjithçka në një pajisje, punë, arktim edhe gaming. Ai ka aplikacione Smart TV të integruar për aplikacione si Netflix, YouTube, Disney Plus e tjerë. Ka mbështetje për Samsung Gaming Hub dhe lidhet me një kabull USB-C që karikon laptopin dhe transmeton video live njëkohësisht. Ka edhe telekomand me solar cell që nuk ka nevojë për bateri dhe ndihmë zanor për një përvojë të plot smart. Pra, nëse po kërkon një performancë të pastër dhe ngjyra profesionale, View Infinity është për ty. Ndërsa nëse do fleksibilitetin e një pajisje të zgjuar për zyrë ose edhe për shtëpi, Smart Monitor M7 është për ty. Unë zgjedhjen time e bëra. Tjetrin po e kthejmë në